sot për në listë qëndrimesh nga partitë politike? S'pore u ndolla për të respektuar mediat, faleminderit që gjithmonë jeni vesh edhe sytë e qytetarëve dhe sigurisht që po bëni edhe dëshmitarë dhe jo për dështimet një pasnjeshme të shumicës, por shumicë të pamjaftueshme në vendin e Kosovës dhe faktikisht po shqetësohet që nuk ka një reflektim prap nga shumica e pamjaftueshme në vend për të ndryshuar kandidatin dhe për të ardhur te zgjedhja dhe konstruimi i Kuvendit të Kosovës dhe për të vazhduar trajtimin e problemeve të qytetarëve që çdo ditë më shumë po grumbullohen, çdo ditë më shumë po bëhen më të vështira për të kaluar. Prandaj sigurisht që ne derisa nuk reflekton shumica, sigurisht që ne kemi qëndrimin të njëjtë. A është të gatshme për çeljet e jashtëzakonshme parlamentare dhe a jeni të gatshëm të ashtu që të njëjtat të ndahen nga ato? Ne sigurisht që gjithmonë jemi të gatshëm edhe për formën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por sigurisht që Kosova ka më shumë probleme se sa me shkuar në zgjedhje. Nëse është kjo zgjidhja, sigurisht që ne nuk hezitojmë të shkojmë në zgjedhje, por nuk duhet të jetë gjithmonë alternativa vetëm në zgjedhje për në një zgjidhje. Zotinare Kosovë për që të ratë që përmonë për është Kosovë, që të një partia që një qëndrim si parti e fora dhe e gjitha, gjatë të kohë këtë më pojtë edhe një protest prej biznesëve për shashtë të ndonë një tregën e ditë e një Çka kemi nevojë si deputet në momentin që prezentohet kuvendet duke i që zëroja e raporton kuvendet për Po pyetimi vend realisht deputet e kanë mandatin e lirë edhe pse jemi në partitë të ndryshme dhe sigurisht që kemi përgjegjësi edhe individuale jo vetëm ato partijake, por besoj që secili deputet mund të thonë mendimin e vet, qëndrimin e vet sa i përket sa do të bëjmë në kuvend apo jo. Sigurisht që edhe për neve është e mundshme me ardhë dhe mos të pas një rezultat ndryshe, apo më mirë me thonë nuk të po konstruimin e kuvendit. Por ja që duhet të jemi edhe prezent edhe për me po dhe mos po reflekton shumica pamjaftueshme në kuvend. Edhe këtë aspekt sigurisht që ne si Partia Demokratike e Kosovës jemi duke vazhduar dhe me marrë përgjegjësi në kuvendin e Kosovës duke kërkuar edhe reflektimin e shumicës së pamjaftueshme në Kosovë që është lëvizja e